Partia Demokratike ka reaguar lidhur me protestat e banorëve të Rjollit në Velipoj kundër ndërtimit të një resorti luksoz në zonë, duke akuzuar qeverinë dhe Bashkinë Shkodër për krim mjedisor. Në një deklaratë zyrtare, Dega e PD-s në Shkodër shprehet se ndërtimi në zonën e Baks Rjollit përbën një shkelje të rëndë mjedisore dhe pasojë të drejtpërdrejtë të abuzimeve me zhvillimet ndërtimore. Në deklaratën e saj, Partia Demokratike shmang qëllimisht përmendjen e emrit të Bashkim Ulajt, ndonse protestat lidhen drejtpërdrejtë me resortin që ai po ndërton në Rjoll. PD zgjedh të sulmoj qeverinë dhe bashkinë, por lë jashtë emrin e përfituesit konkret të projektit, duke krijuar një boshllëk të dukshëm në qëndrimin e saj publik. Demokratët theksojnë se nxjerrja e zonës nga statusi i mbrojtur ka hapur rrugën për ndërtimet. Hapësira e fshatit Baks Rjoll u nxor qëllimisht nga zona e peizazhit të mbrojtur Bun Velipoj në vitin 2019 dhe si e tillë më pas ishte më lehtë të binte pre abuzimit me ndërtimet dhe krimin mjedisor, thuhet në deklaratë. PD ndalet edhe të ndryshimet ligjore të vitit 2024, të cilat sipas saj kanë forcuar kontrollin e Këshillit Kombëtar të Territorit mbi leje të ndërtimit, përfshirë edhe në zonat e mbrojtura. Sipas demokratëve, ky është rasti konkret i kapjes së pushtetit nga interesat të ngushta të zhvillimit të territorit, me një dëm kolosal mjedisor dhe në kundërshti të plotë me komunitetin. PD e lidh konfliktin në Rjoll me përplasjet e tjera të qeverisë me komunitetet lokale, duke përmendur raste si Thethi dhe bizneset në hyrje të Shkodrës, të cilat sipas saj tregojnë një model të përsëritur qeverisjeje.